keni një program të caktuar liturgjike, që keni programet për të gjitha festat, por në këto pashk ju jeni dhe vetë një bari i Zotit, ju një inteligent, jeni një person që e mbizotëroni edhe e kontrolloni jetën komunitare të familjes tuaj. A ke ndonjë mesazh ose ndonjë konstatim që duhet t'ia sjell si mesazh komunitetit që ju keni aty në kishë? Në qoftë se kam mujt për me dha një shije në rëndësisë të fesë, një fije sa me test, edhe në që me mujt me test, edhe do njerëz e kanë ba këtë test, e kanë testu, e kanë shiju këtë fen, janë ata që i grumullon natën e pashkve, edhe të festat tjera për Krishtlindje me radhë, që mushet kisha plot e përmaje, kur jam të tanë janë 1300 vetë, që shtash kena fillu me vu karriga t'jashtë, a ne e këtej për me vu se ka mu badi qa madhe. Po pse nuk vinë ma gratë javës? Gratë 52 javëve tjera, pse nuk vinë ma këta njerëz, ose pak. Që teknikisht duhet mu mush për çdo dile një ashtu, kjo ose me të vërtet. A di se si i nëllë këtyne njerëzve? As si puna me ka një filmi bukur e vjen t'i gjysë filmit. Edhe rrin 10 minuta ikë, se shefas fundin. Ti përp këmë pa diqa, po marrë për shemë një film, po thëmë Braveheart, ka për shikjo një aspekt aty. Filmi është prej fillimi dhe në fund. Po nejtin, po pave 10 minuta, në gjysa, dikon, prej për shion, përp thu ka diqa bukur, e herë tjetër, po lezën e nuk vjen ma, nuk ke ma interes. Kurse kur fillin prej fillimit e shef, pra ne është e rëndësishme, një mesazh kisha mi dhanë atyne, adin që vinë vetëm 2-3 herë në vjetë, që vinë për Kshnella, që vinë për Pashk, që vinë për festën e Zojës, që janë ata që vinë për Shënkoll, e që vinë për Shnanu, se i tanë ata festat që vinë ma shumë i gërmëllojmë ne shqiptarve. Edhe shif një kërët filmin, prej fillimit dhe në fund, adhe në mas pëlqeft lene, por në të pëlqeft hajde për gjithherë. Si më ka thane i vlajem, kur më ka dhanë me lexu Nidhin për herë të parë, sa i ma ka për unë gjithin, më dha Fred lexoj e këtë liber. Masu dekorajo, don't discourage, masu dekorajo, sa është gjuha shqipe i fije vjetër. Ata frazat janë shkurta, janë krispi, janë thata, nuk kanë atë elekuencen që kanë Balzaku o Hugo e këta. Po i thotë, më tha lexoj prej fillimit, tha den fund librit. Në kjo oftë se nuk të pëlqen, më tha, lexoj edhe i herë për hatër tem. Edhe që ku jam sot për Unidhin. Pra edhe unë aty në kisha mi thanë, si më ka thanë ajem vlajem, e një herë i vjetën kish, një vjetë. Filloj një cikël, filloj me festën e Krishtit mërët, javën e parë të ardhis Krishtit, edhe vazhdoj 52 dilet, që janë me festa, me gjithë qatë, aty, e është shife. Në mas të pëlqeft, adhe e banë qadë. Lexoj e i herë Biblen, i herë njëtë tame. Sa orë hargjojmë në ty i pasport, ty i pakta, ty i lexu që ta në janë të nevojshme. Lexoj edhe mi herë, adhe e banë qatë dëshme dhe. Banë e këta i herë. Kja është, unë kam i njëti gjatë që kisha më lutë për të mirë tyne. Ashtë kompletamente për mirë tyne. A për gëzim temin, ashtë për gëzimin e kisë, po për mirë tyne. Një ashtu si fëmijët tuaj kur shkojnë mirë në shkollë, a për të mirë tyne, po ashtë gëzimi jatë. Një ata i kisha thanë, Marselani vetëm e... A di sa më vjen këtë shka i herë se liturgjia e pashkve ashtë edhe e gjatë. A di ka i herë me këtë se si mjetë për shembull kena 35, 40 që banë kristian, që për i feve tjera bashkojnë banë kristian. Edhe shko një fije gjatë, mundë me shku jore gjysë. Adhe në është pak ma shtu, adhe me falendrime, me tana, me fotografie tana. Mi pa i menon se një ashtu ashtan tana dilet. Ka me foli fije këto, kushënin. Banë e këtë zemrën gurë, si i thonë, harden not your heart, ose banë zemrën gurë, si e banë që i fort më riva, në risa, në shkretin. Hape zemrën, vri vjetë. Logarit i këtë vjetë du me shku, 52 javë, me një për një. Qa thot, qa bëhet, atëherë ka me bëhet qatë dësh. Mrapa, paralel me këtë të shku në kish, lexoj edhe Unidhin.
lexoj testamentin e ri, që mas me të lollë shumë, s'po të me lexu të vjetrin, sepse te vjetri keme pa refleksin e trirë, por lexoj testamentin e ri, atëherë ban çfarë dësh, fundit as zgjedhja jote. Çfarë rëndësi e ka pendimi Don Fredi tek besimtarët, por edhe tek njerëzit e thjeshtë që nuk besojnë? Kur kena kanë fëmijë na kanë pallan me vizatu, edhe na kanë pallan lapcin, edhe na kanë thënë vizatoje jamincën atë qenin, ka herë na kanë vu një figurë. Kur e kena ba vizën, që e kena ba vizën, ndoshta nuk e kena lanë atë trajektorin e nevojshme, atë formën që i duhet, edhe lapsi këtu mrapa ka pas gomë, edhe kena shi, edhe kena fillu, ndoshta kena shi 4-5 herë, deri që kena shkuj kena lanë atë formën që kena dëshuna. Paka shumë ishto apendimi. Mënyrën, po thëmë, shumë mënyrë thjesht e tana. Më vjen këtë që ka mba mirë, po kër thu fjallin nuk ka gomë aty, nuk mune me shi gomën, e banat keqen e keqja kryvi. Nuk mune me këthy mrapa. A dhe që me ba, me shi me gomë, si me shi me gomë, ty reflektu në vedi ti thanë, o zëtë, ka këndi qa keqen mu që më bani me thanë atë fjallë. Pra ne ma pastori këtë zemër, dalë edhe i hertë, a new heart created me, o God, një zemër tre kryon mu. Ma kryo zemër tre, mas të vinë ma nevoja me thanë këtë fjallë kur, mas ti ofendoj njerëzit, mas ti vras njerëzit, i kja mu penu. Ate anë mi po thot për shkrimi shajtot, një zemër të penume, Zoti nuk e dzjarë jashtë. A contrite heart, God will not spurn. Zoti s'ka me dzjarë. Po falja dhe pajtimi, se ti bera bashkë këto, sepse i kanë lidhje. Bravo, tash ti, në kjo se ju besonin Zotin, edhe unë besojnë Zotin, ta banu në fajin, ndolja për gojet, aja gjau, se aja fakte ka kry, nuk mune me e këthy mrapa, kurse si. Ti e beson se unë jam të ju shku të Zotit, ti thonë prizë më falë, e tana. A dhe në vjetë thëmë, se kur më ka falaj mu, thotë Krishti, falë njeni tjetin si Zotit ju fali ju. Pra, kur a më fali mu e vetë thëmë ty, pash nere në më falë. E kam bajnë këtë gabim, ti duhet me më falë edhe ti. Kjo ofse ti së më falë, atë ti duhet me punu pak ma shumë, ka në zemrës tane, së unë kam kry detyrën. Kur thojmë fjallën, unë kam men me e trajtu i herë në kish, se s'ban do ta gjaj një moment për me e trajtu në gjatë predikimeve. Qysh se ka fillu njëri ju me jetu në shoqni, po janë një prej shpellave e tana, kena njërzit ka jetu në konditat mërshme. Jam të ju thana atë kuptimit me mikrobe, me tana, me kafsh, me gjarpi, me njërz që janë ka njërz pa formum, që të kanë mujtë me të vra, me të prej, ki mujtë më urdzu, s'ki njoft, s'ki ditë, pra ka kanë alert, ka kanë në alarm, tanë kohën të i shikju mrapa, djathtas, mas për mundet për nëllë diqa, edhe ka zhvillu në vetë-veti, gati si natyre dyte jona, atë që mune punu me mi thanu një instinkt. A instinkti në ka një mune mu rujt, për mas me në nëllë diqa. A këftat? Mi po që nëllë tash, në kena artë tash faliminirë Zotit jene në shëqni kristiane, jene në familja, jene në shëqni, s'po në bjenë kush mrapa, me në bagja, me në therë, me në vra, me në hangë gjarpni, adin kafsht e ega, këtë se jena një shëqni tanë, pa instinkti ka metë. E në kja nëllë, e që ki duhet me pas shumë kujdes nëllë, që kur njeni ta thot ty një fjalë, që të rënë, për moment, flet instinkti, e instinkti a vetë mërojtja. E vetë mërojtja mundet më shprej mi fjalë të gabume. A keni vore kur ban diqa bum, njëzit ullin kryt? Kush e bani me ullin kryt? Instinkti. Mi po që nëllë, kur pra një njëri ta thot një fjalë të keqe, që ty nuk pëlqen, instinkti ashtë mu revoltu, edhe mu mërojt. Edhe kur mrosh, o me fjalë, o me gjesta, me diqa, të shty, të i ba, të i thani diqa. Fillë mas instinktit vjen logika. Pra nej kur, a i tjeti gërse diqa bom, edhe ti ullë kryt, atër mra pa tak drejtosh, edhe shkone shikër dhe thëtë, pas ka para, për lavamanit, aty ku vë sapunin e ka gërsi dhe qesh, se filloj logika, filloj mu për mlel. Pra nej edhe këtu, kur gjithmonë, pra kja është arsye pëse malësort, kanë thanë, kur të bajnë kush nervoz numero 10.
Si ka thënë vetëm malsorët. E kam thënë gjithkush. Gjithkush, edhe Bravo, po ne kam një prej aty edhe ka thënë numero 10, sepse mas 10 s'fillon arsyeja. Është botnore kja, bile ba me dash me thënë. absolut. Adin po e kam fjalën, ose këtë kam një prej malsorët që thot, për një trim jullaika. Ka kanë një lufti të qa, julla tha ika. Pse ka ika, ja kanë trim, a kanë instinkti. A i vum ka nga 10 metra lërga, di tanga nalë edhe, ka ardhër syë, ko thonë një burë, du të me nejtë, du të me i mbrojt. Pra kam fjalin, i ti instinkti du të me urujt. Për me duru, dhe që të vinë arsyja. Kur vinë arsyja, kur vinë arsyja, ti e venos edhe e peshon mirë situatën, mërë një venime në fundit, a venimi jëtë. Mundet me ka një keq për mësimin e se për Zotin, ose i mirë, por në fundit, ti atë nuk e ty ba gja, si thëmë në gjak zetësi, ose në peshë, në pasion. Pra ne i kja është, për mas me ranë faj, që me pas nevoj mu penu, duhet me fillu me restrain yourself, duhet me fillu me kape me përmlell vedin, me menu, që me mujtë me dalë për para.